Horoskopi ditor, e hënë 2 shkurt 2026. Dashi. 2 shkurti 2026 sjell një rritje të energjisë, duke ju nxitur të merreni me projekte me entuziazëm. Planeti juaj sundues, Marsi, fuqizon shpirtin tuaj, duke e bërë atë një ditë ideale për aktivitete fizike ose për të filluar qëllimet e fitnessit. Komunikimi me partnerët dhe kolegët fiton qartësi, duke nxitur bashkëpunimin. Por, me lëvizje delikate të Mërkurit, sigurohuni që të dëgjoni aq sa të flisni. Ndryshimet kozmike të pasdites favorizojnë një qasje pragmatike ndaj financave, shmangni blerjet impulsive, por merrni në konsiderat investime strategjike ose strategjitë e kursimit. Emocionalisht, dita ju fton të shprehni dashuri më hapur me të dashurit. Për deshët beqar, mbrëmja shkëlqen me mundësi për lidhje kuptimplote. Kreativiteti arrin kulmin në mënyra të papritura. Mbani një mendje të hapur dhe lejoni që frymëzimi t'ju udhëheq. Balancimi i shtytjes suaj të zjarrt me momente reflektimi do të përmirësojë vendimarrjen. Përqafojeni sot si një përzierje të begat veprimi dhe meditimi, duke përgatitur skenën për ditë emocionuese që vijnë. Demi. Peizazhi qiellor i sotëm ka të bëjë tërësisht me tokëzimin dhe kujdesin për hapësirën tuaj personale. Hëna ushen afinitetin tuaj për rehati, duke e bërë atë një ditë të përsosur për të përmirësuar mjedisin tuaj në shtëpi. Konsideroni të investoni kohë në projekte që i shtojnë vlerë ambienteve tuaja të jetesës. Ndërsa Venusi, planeti juaj sundues, hedh një shkëlqim të butë, marrëdhëniet marrin vëmendjen qendrore. Shfrytëzoni mundësinë për të thelluar lidhje. Durimi dhe mirëkuptimi do të jenë çelësi në zgjidhjen e çdo mosmarrëveshjeje të vogël. Në punë, përqendrohuni në organizimin dhe planifikimin për detyrat e ardhshme, megjithse shmangni marrjen e angazhimeve të mëdha sot. Financiarisht, është e mençur të rishikoni buxhetet dhe zakonet e shpenzimeve, duke siguruar stabilitet. Mbrëmja inkurajon relaksimin, kështu që relaksohuni me aktivitete që i vlerësoni, qoftë një libër i preferuar, muzikë apo një banjë e ngrohtë. Shisat tuaja janë të përforcuara, duke ofruar mundësinë për të kënaqur me kënaqësitë e kuzhinës ose përvojat aromatike. Kujdesi për trupin, mendjen dhe shpirtin tuaj sot do të sjellë ngritje shpirtërore dhe emocionale. Binjakët. Yjet rreshtohen për të favorizuar komunikimin dhe të mësuarit sot. Me këndet harmonike të Mërkurit, do të gjeni lehtësi në shprehjen e ideve dhe ndarjen e njohurive. Kjo është një kohë e favorshme për ndjekje intelektuale. Merrni në konsiderat angazhimin në një seminar ose marrjen e librit që keni lënë mënjan. Natyra juaj e dyfisht mund të luhatet midis detyrave. Dhe ndërsa kjo fleksibilitet është një forcë, sigurohuni që të përqendroheni në prioritete për të shmangur ndjenjen e shpërndarjes. Ndërveprimet shoqërore lulëzojnë dhe mundësitë e rrjedhëzimit mund të shfaqen papritur. Të qenit i hapur mund të çojë në bashkëpunime të frytshme. Në marrëdhëniet personale, sharmi juaj natyror ka përcen keqkuptimet. Çështjet financiare kërkojnë një perspektivë të kujdesshme. Para se të shpenzoni, vlerësoni domosdoshmërinë dhe përfitimet afatgjata. Në mbrëmje, ndikimi i hënës nxit vetanalizën, duke ju inkurajuar të reflektoni mbi rritjen personale dhe aspirata. Përqafoni shpirtin tuaj kurioz, eksploroni ide të reja dhe lejoni që vibracionet e ditës t'ju çojnë përpara në të nesërme me besim. Gaforria. Më 2 shkurt 2026. Energjia kozmike përqendrohet në ekuilibrin emocional dhe vetanalizën. Me hënën që ndriçon hartën tuaj, ju tërhiqeni nga marrëdhëniet ushqyese. Kjo ditë thekson familjen dhe miqt, duke e bërë atë një moment të përshtatshëm për të forcuar lidhjet përmes bisedave zemër më zemër. Fuqia juaj intuitive është rritur, duke ju lejuar të kuptoni të tjerët thellësisht. Profesionalisht, qasja juaj e dhëmshur fiton admirim. Megjithse është thelbësore të mbani emocionet nën kontroll për të ruajtur qartësinë dhe objektivitetin. Diskutimet financiare mund të shfaqen, besoni instinkteve tuaja, por kërkoni këshilla nëse vendimet ndihen të tepërta. Pasditja ofron një pushim paqësor për ritualet e kujdesit për veten. Merrni në konsiderat meditimin ose zhytjen në një banjë qetësuese. Daljet krijuese i bëjnë thirrje anës suaj sentimentale. Prandaj kënaquni me artin ose muzikën që rezonon me shpirtin tuaj. Ndërsa mbërrim mbrëmja, ndikimi hënor inkurajon relaksimin dhe reflektimin, duke ju udhëhequr të vlerësoni ngrohtësinë e shtëpisë dhe rrethin e dashurisë që ju mbështjell. Luani. I dashur Luan, shtrirjet kozmike të sotme ju fuqizojnë të shfaqni leadershipin tuaj natyror. Ndërsa dielli merr vëmendjen qendrore, lejoni që personaliteti juaj karizmatik të shkëlqejë në të gjitha përpjekjet, qoftë në punë apo në mjedise shoqërore.
Prania juaj frymëzon ata përreth jush. Përfitoni nga ky ndikim duke udhëhequr projekte të reja ose duke mbledhur miq për një përpjekje bashkëpunuese. Komunikimi i kujdesshëm është thelbësor. Pavarësisht aurës suaj të sigurt, keni kujdes se si fjalët tuaja ndikojnë tek të tjerët. Financiarisht mund të lindin mundësi për rritje. Vlerësojini ato me një sy të mprehtë. Me Venusin në arenën tuaj, energjitë romantike janë të larta, duke ju ftuar të shprehni dashuri dhe vlerësim për të dashurit. Beqarët mund ta gjejnë mbrëmjen perfekte për të takuar lidhje interesante. Ndjekjet krijuese ofrojnë një mundësi për vetëshprehje sot. Lejoni që instinktet tuaja artistike t'ju udhëheqin. Përqafoni ngrohtësinë që ofron planeti juaj sundues dhe do të zbuloni potencialin e ditës për të ngritur dhe përmirësuar rrugën tuaj. Virgjëresha. Sot ndriçon pikat tuaja të forta analitike dhe aftësitë organizative. Ndërsa Mërkuri, sundimtari juaj, ndërthuret në hartën tuaj. Është një kohë ideale për të marrë me detyra që kërkojnë saktësi dhe vëmendje ndaj detajeve. Përqendrohuni në rafinimin e projekteve të punës dhe planeve personale, duke u siguruar që të gjitha skajet e pasgjidhura të jenë të lidhura. Natyra juaj pragmatike e bën më të lehtë përballimin e çdo sfide të papritur. Në marrëdhënie, stili juaj i komunikimit me durim nxit një kuptim dhe harmoni më të thellë. Financiarisht, është një ditë e mirë për buxhetim. Shërtoni shpenzimet për të siguruar që ato përputhen me qëllimet afatgjata. Nga ana shëndetësore, merrni në konsiderat një rutinë që balancon aktivitetin fizik me relaksimin mendor. Angazhimi në një seancë yoga ose meditimi mund të harmonizojë mendjen dhe shpirtin tuaj. Energjia e mbrëmjes është perfekte për aktivitete të vetmuara si leximi ose shijimi një podcasti të preferuar, duke nxitur anën tuaj kurioztare. Përqafoni këto momente qartësie dhe vetanalize, duke i lejuar ato të udhëheqin rritjen tuaj në këtë udhëtim produktiv. Peshorja. 2 shkurti 2026 thekson harmoninë dhe ndërveprimet shoqërore. Planeti juaj sundues, Venusi, rrit sharmin dhe aftësitë tuaja diplomatike, duke e bërë këtë një kohë të favorshme për zgjidhjen e konflikteve dhe ndërtimin e lidhjeve. Profesionalisht, bashkëpunimi rezulton i dobishëm. Përdorni taktin tuaj natyror për të negociuar dhe ndërmjetësuar në mënyrë efektive. Ngjarjet ose mbledhjet shoqërore mund të paraqesin mundësi rrjedhëzimi. Prandaj qëndroni të hapur për kontakte të reja. Diskutimet financiare me bashkëmoshatarët ose familjen kërkojnë ekuilibër. Peshoni të gjitha perspektivat para se të angazhoheni. Në frontin personal, forconi marrëdhënie duke ndarë ëndrat dhe planet tuaja. Ndjenja juaj e lindur e stilit mund t'ju tërheqë të kënaqeni me kreativitetin, qoftë përmes artit, muzikës apo modës. Nga ana shëndetësore, ruajtja e ekuilibrit emocional dhe fizik është çelësi. Prandaj merrni në konsiderat aktivitete që promovojnë të dyja, si pilates ose tai chi. Ndërsa dita mbaron, reflektoni mbi bukurinë dhe dashurinë që ju rrethon, duke e lënë atë të frymëzojë mirënjohje dhe pozitivitet në të gjitha aspektet e jetës suaj. Akrepi. Energjia kozmike e sotme inkurajon vetanalizën dhe transformimin. Kjo është një ditë për të zhytur thellë në rezervuarin tuaj emocional, ndërsa planetët rreshtohen, duke ju nxitur të përballeni dhe të zgjidhni çdo konflikt të brendshëm të mbetur. Profesionalisht, është thelbësore të ruani fokusin dhe diskrecionin. Planifikimi strategjik dhe mbajtja e kartave tuaja afër gjoksit do t'ju shërbejë mirë. Në çështjet financiare, këshillohet një qasje e kujdesshme. Shmangni investimet tepër ambicioze pa kërkime të plota. Aftësia juaj e lindur për të perceptuar të vërtetat nën sipërfaqe forcon marrëdhëniet tuaja, duke nxitur lidhje të vërteta përmes dialogëve autentik. Sa i përket shëndetit, merrni në konsiderat aktivitete që rigjallërojnë mendjen dhe shpirtin si një shëtitje e vetmuar ose praktikë meditative. Modelet qiellore të mbrëmjes stimulojnë vetreflektimin, duke ofruar njohuri të vlefshme për rritjen personale. Përqafoni ndryshimet, sado delikate, dhe lejoni që energjia transformuese t'ju udhëheqë drejt heqjes dorë nga modelet e vjetra dhe përqafimit të një vetvetje më të fuqizuar dhe të ekuilibruar. Besojini instinkteve tuaja dhe përqafojeni këtë ditë metamorfoze të mundshme. Shigjetari. Vibracionet kozmike të 2 shkurtit 2026 i japin energji shpirtit tuaj aventures. Sot, Jupiteri rrit optimizmin tuaj natyror dhe dëshirën për eksplorim. Nëse ndiheni të shqetësuar, është një kohë ideale për të planifikuar ose për të nisur një udhëtim të shkurtër. Edhe nëse është vetëm një arratisje mendore përmes një hobi ose libri të ri. Entuziazmi juaj është ngjitës, duke frymëzuar ata përreth jush dhe duke tërhequr individ me të njëjtat mendime në orbitën tuaj.
Në mjediset e punës, idetë tuaja inovative fitojnë terren. Ndani vizionin tuaj me të tjerët për të frymëzuar projekte të reja. Perspektivat financiare mund të shkëlqejnë, por sigurohuni që të mbani një qasje realiste ndaj investimeve ose shpenzimeve. Në aspektin shoqëror, natyra juaj e gëzueshme forcon miqësitë, megjithse keni kujdes që të mos e teproni me kohën tuaj. Këtë mbrëmje të përfshiheni në diskutime filozofike ose përvoja kulturore pasuron perspektivën tuaj. Ushqeni shpirtin tuaj duke eksploruar të panjohurën dhe duke u kënaqur me përvoja që zgjerojnë mendjen dhe horizontet tuaja në këtë ditë premtuese. Brit Sjapi. 2 shkurti 2026 ju fton të përqendroheni në strukturën dhe stabilitetin në aspekte të ndryshme të jetës. Rreshtimet qiellore sot ju shtyn të rivlerësoni qëllimet dhe të riafirmoni rrugën tuaj. Profesionalisht, është një ditë për të shfrytëzuar disiplinën dhe këmbënguljen për të përballuar projekte afatgjata. Ju keni aftësinë të ndikoni te kolegët përmes qasjes suaj të besueshme dhe të mprehtë. Financiarisht, rishikimi i investimeve dhe planeve të kursimit forcon sigurinë në të ardhmen, por qëndroni të kujdesshëm ndaj sipërmarrjeve spekulative. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga natyra juaj edukuese. Caktoni kohë për ndërveprime kuptimplote me të dashurit. Angazhohuni në aktivitete të kujdesit për veten që rrisin mirëqenien, të tilla si një shëtitje në natyrë ose një mbrëmje e qetë duke reflektuar mbi arritjet e fundit. Ndërsa hëna udhëton në shtëpinë tuaj të tranzicionit, ajo nxit vetanalizën dhe rregullimet e mundshme të brendshme. Përqafoni këto momente për rritje, duke besuar në aftësinë tuaj për të ngjitur lartësi të reja dhe për të arritur ekuilibrin që kërkoni në çdo përpjekje. Ndiqni me vendosmëri dhe besim. Ujori. Energjitë kozmike të sotme nxjerrin në pa inovacionin dhe përfshirjen në komunitet. Me diellin që ndriçon praninë tuaj, ju inkurajoheni të ndiqni sipërmarrje që përputhen me idealet dhe pasionet tuaja. Perspektiva juaj unike është aseti juaj më i madh. Prandaj përdoreni atë për të frymëzuar ata përreth jush. Projektet bashkëpunuese mund t'ju gjejnë duke ofruar mundësi për rritje. Rrethet shoqërore mund të zgjerohen, duke sjellë lidhje të reja dhe emocionuese. Profesionalisht, qëndroni të hapur ndaj qasjeve jo konvencionale që mund të zgjidhin sfidat ekzistuese. Financiarisht, kreativiteti është aleati juaj. Kërkoni mënyra të reja për të rritur kursimet ose të ardhurat pa kompromentuar parimet tuaja. Mundësitë romantike shkëlqejnë në buzë të një mjedisi në grup. Prandaj jeni të hapur ndaj takimeve të papritura. Ndërsa bie mbrëmja, kënaquni me një hobi ose kauzë shoqërore që ju prek zemrën, duke lejuar që shpirti juaj humanitar të shkëlqejë. Përqafoni lirinë për të shprehur autentikisht ndërsa lundroni në ekuilibrin midis individualitetit dhe përgjegjësisë kolektive. Peshqit. 2 shkurti 2026 ju mbështjell me valë intuite dhe kreativiteti. Me Neptunin që rrit cilësitë tuaja vizionare, shprehjet tuaja artistike gjejnë thellësi dhe kuptim të ri. Përdoreni këtë energji për të ndjekur projekte krijuese ose për t'u thelluar në praktikat shpirtërore që ushqejnë shpirtin tuaj. Profesionalisht, natyra juaj empatike ndihmon në kuptimin e dinamikës së ekipit, duke ju lejuar të ndërmjetësoni dhe frymëzoni në mënyrë efektive. Është thelbësore të besoni instinkteve tuaja kur përballeni me vendime, veçanërisht në fushat financiare ku depërtimi juaj mund t'ju udhëheqë drejt stabilitetit. Marrëdhëniet personale lulëzojnë në ndikimin e butë të Venusit. Komunikoni hapur për të forcuar lidhje. Këtë pasdite, merrni në konsiderat aktivitete që freskojnë shpirtin tuaj, të tilla si muzika ose koha e kaluar pranë ujit, të cilat mund të sjellin paqe dhe qartësi. Mbrëmja ju fton për reflektim. Shkruani në ditar ose meditoni për të shfrytëzuar ofertat introspektive të ditës. Përqafoni shisat tuaja të ngritura, duke lejuar që rrjedha e frymëzimit të formësojë ëndrat tuaja dhe t'ju çojë drejt rritjes transformuese.